Kryeministri Edi Rama ka folur për herë të parë gjatë prezantimit të nismës ligjore për ndryshimin në nenin 242 edhe për dorëheqjen e Belinda Ballukut. Rama ka thënë se ministria e ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen dhe ai nuk e ka pranuar. Çështjes së rastit konkret e përsëris, rasti konkret është në një tjetër proces. Nuk është më i lidhur me pezullimin. Dhe që ti jemi shumë të qartë bashkë, Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. I kam atje në dosje. 3 herë. 1 herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që e kam refuzuar dorëheqjen. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori i vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Dhe jam falenderues për faktin që nuk ka persistuar, po ka vazhduar ta marrë gjitha të balt mbi fytyrë, sepse unë nuk e pranoj dorëheqjen deri kur të plotësohen kushtet. Dhe se kur plotësohen kushtet nuk e përcakton dot as prokurori, as gjykatësi i seancës paraprake, as media dhe as gjyqi popullor. Sepse nëse do të hynim në këtë logjik, atëherë do t'i hapnim rrugë një historie që do të dëmtonte seriozisht kapacitetin e pushtetit ekzekutiv për të qeverisur. Kujt më tregon Gjermanin apo më tregon Danimarkën, i them këtë. Jemi në kushte tërësisht të ndryshme. Në Shqipëri jemi në një fazë revolucionare, transformuese, rrënjësisht përmbysje të një sistemi të kalbur, të një historie ku tradita ka qenë dhe mbetet problemi më i madh për të ndërtuar një sistem gjyqësor demokratik, sepse është një traditë që shkon në të kundërtën e lirisë dhe natyrisht jemi në kushtet kur duke i dhënë pavarësinë e plotë pushtetit gjyqësor, duke ngritur struktura speciale për të luftuar